Mirë se erdhet në bota e horoskopit, dhe të shikojmë çfarë energjie dhe surprizash do të kemi nga yjet për 12 sinjat e zodiakut për ditën e ënjte, 6 gusht 2026. Na ndiqni në bota e horoskopit, shikojeni shenjën tuaj deri në fund dhe na shkruani komentet sipas shenjave që ju përkasin. Ju faleminderit që na ndiqni. Peshore, Venusi rikthehet në shenjën tënde më 6 gusht, dhe për ty kjo mund të jetë një ditë nga më të rëndësishmet të gjithë vitit. Venusi është planeti dashurisë, bukurisë, harmonisë dhe kënaqësisë, dhe ai sundon pikërisht shenjën tënde. Kur Venusi rikthehet në shtëpinë e vet, ti ndihesh më shumë vetvetja se kurrë. Këtë ditë mund të ndihesh më tërheqës, më i sigurt dhe me një magnetizëm të veçantë. Njerëzit mund të të kushtojnë më shumë vëmendje dhe prania jote mund të jetë veçanërisht tërheqëse. Nëse je duke kërkuar një lidhje, 6 gushti është një moment shumë i mirë për të dalë, për të njohur njerëz të rinj dhe për të krijuar lidhje të reja. Mos u mbyll në shtëpi dhe mos prit që dashuria të trokas vetë në derë. Dil dhe jepi vetes mundësinë të takosh dikë interesant, por mos haro edhe veten. Kujdesi për veten është po aq i rëndësishëm sa dashuria që u jep të tjerëve. Përkëdele veten, bëj diçka që të bën të ndihesh bukur dhe mirë. Peshore, 6 gushti është dita jote për të shkëlqyer, për të dashuruar dhe mbi të gjitha për të dashur veten, ti e meriton. Akrep, nga natyra je një person shumë privat dhe shpesh preferon të mbash mendimet dhe ndjenjat për vete. Ndonjëherë mund ta çosh këtë prirje paksa në ekstrem, por këtë të ënjte, Venusi në Peshore të inkurajon të kalosh pak më shumë kohë me veten. Kjo është një periudhë e mirë për vetë reflektim dhe shërim emocional. Para se Venusi të hyjë në shenjën tënde muajin e ardhshëm, ke mundësinë të ndalosh, të shikosh brenda vetes dhe të përballesh me disa plagë emocionale të zgaluarës. Gjej pak kohë vetëm për veten, qëndro larg zurmës dhe presionit të tjerëve dhe pyete veten: a kam gabime të së kaluarës që ende nuk i kam falur vetes? Mos haro që të gjithë bëjmë gabime. Ajo që ka rëndësi është të mësosh prej tyre dhe të vazhdosh përpara. Nuk e pse ti marrësh me veten në të ardhmen të gjitha gabimet që ke bërë dikur. Falja e vetes nuk do të thotë të harrosh të kaluarën, por të mos lejosh që ajo të kontrollojë të ardhmen tënde. 6 gushti është ditë për të qetësuar, për të reflektuar dhe për të filluar të lësh pas atë që nuk të shërben më emocionalisht. Akrep. Shigjetar, Venusi në Peshore është pikërisht ajo që të ka munguar. Më 6 gusht, jeta jote shoqërore me një shtys të fortë dhe kjo do të sjellë shumë gëzim. Papritur mund të duket sikur të gjithë njerëzit rreth teje të kërkojnë vëmendjen tënde. Mund të marrësh më shumë mesazhe, ftesa dhe propozime që kanë për të kaluar kohë me miq. Një mik me të cilin ke dashur prej kohësh, të lidhesh mund të kontaktojë më në fund. Ndërkohë një plan që deri tani ka qenë vetëm një ide e paqartë, më në fund mund të marrë formë dhe të përcaktohet në kalendar. Prandaj, kushtoj vëmendje miqësive të tua, sepse mund të ndodhë diçka interesante aty ku nuk e pret as pak. Një miqësi mund të fillojë të marrë një tjetër drejtim dhe të shndërrohet gradualisht në diçka romantike. Ndoshta personi që ke parë gjithmonë thjesht si një mik mund të bëjë ta shohësh me sy krejt tjetër. 6 gushti sjell shoqëri, komunikim, takime dhe surpriza romantike. Shigjetar, mbaje syt hapur. Dashuria mund të jetë shumë pranë teje nga sa e mendon. Bricjap, bashkëpunimi është qetësyt për këtë të ënjte. Nëse përpiqesh të bësh të gjitha i vetëm, rrezikon të lodhesh më shumë se duhet dhe të arrish në pikën e raskapitjes. Fatmirësisht, me 6 gusht, Venusi hyn në Peshore, duke e bërë shumë më të lehtë për ty të bashkëpunosh me të tjerët, të krijosh kontakte të reja dhe të zgjerosh rrjetin tënd profesional. Në të kaluarën kanë qenë tepër kritik ndaj punës tënde, por edhe ndaj mënyrës se si punojnë kolegët e tu. Shpesh ke kërkuar që çdo gjë të jetë të bërë në mënyrën më të mirë të mundshme, por energjia e kësaj të ënjteje të ndihmon të relaksohesh pak dhe të mos e marrësh çdo detaj kaq seriozisht. Sigurisht, ti dëshiron të bësh punën më të mirë, më të mundshme dhe kjo është një cilësi e fortë, por nuk ja vlen të sakrifikosh qetësinë dhe mirëqenien tënde vetëm për të arritur perfeksionin. Mëso të ndash përgjegjësitë, beso më shumë tek njerëzit përreth dhe lejoje edhe të tjerët të kontribojnë. Gjithashtu, 6 gushti sjell një mësim të rëndësishëm. Puna bëhet më e lehtë
kur nuk përpiqesh ta mbash gjithë peshën mbi spatullat e tua. Bashkëpuno, beso dhe mos haro të marrësh frym. Ujor, je me fat. Me 6 gusht, Venusi në peshore sjell një valë të bukur energjie pozitive në jetën tënde. Papritur, ëndrat dhe dëshirat që deri dje të dukeshin të largëta, mund të fillojnë të duken shumë më të arritshme. Nëse prej kohësh ke dëshirën të bësh një udhëtim, kjo është dita ideale për të filluar planifikimin. Shiko destinacionet, mendo për mundësitë dhe hidhi hapat e parë drejt këtij qëllimi. Nëse ke menduar të rikthehesh në shkollë, të ndjekësh një kurs apo të mësosh diçka të re, tani është momenti të mendosh seriozisht për hapat e ardhshëm. Edhe nëse ke ëndërruar të nisësh biznesin tënd, mos e lër më veten si një ide në mendje. Filloni të bëni një plan, vendosni prioritetet dhe shikoni çfarë mund të bësh konkretisht për ta kthyer ëndrrën në realitet. 6 gushti është një ditë shumë e mirë për të bërë një progres drejt qëllimeve të tua. Nuk ke pse të realizosh të gjitha me një herë. Mjafton të bësh hapin e parë. Ujor, ëndrat e tua nuk janë aq larg sa mendon. Besoj i vetes, planifiko dhe fillo të veprosh, sepse ajo që sot të duket si një ëndër, nesër mund të bëhet realitet. Peshqit. Peshk, mos ki frikë të ulësh muret që ke ngritur rreth teje. Ti e ke të vështirë të hapesh plotësisht dhe të tregosh anën tënde më të ndjeshme. Je një dëgjues shumë i mirë, po shpesh preferon të mbash emocionet për vete, sepse ke frikë se mos lëndohesh ose keq kuptohesh. Po duke qëndruar gjithmonë në mbrojtje, mund të humbash mundësinë për të krijuar lidhje të thella dhe të sinqerta me njerëzit që të duan. Këtë të njëjtë, përpiqu të kapërcesh frikën dhe të ndash diçka personale, një mendim apo një ndjenjë të thellë me një person të dashur dhe të cilit i beson. Mos u frikëso se do të gjykoj apo do ta përdor dobësinë tënde kundër teje. Përkundrazi, hapja jote mund t'ju afrojë edhe më shumë. Ndonjëherë të tregosh anën tënde të brisht nuk është dobësi, është një mënyrë për t'i lejuar njerëzit të njohin vërtet. 6 gushti të mëson një gjë të rëndësishme peshk. Nuk mund të krijosh një lidhje të thellë nëse gjithmonë e mban zemrën pas një muri. Lejo njerëzit e duhur të afrohen dhe të kuptosh se të hapesh mund të jetë një nga gjërat më të bukura që mund të bësh. Ky ishte parashikimi i yjeve për 12 shenjat e zodiakut për ditën e njëjtë 6 gusht 2026. Ju falenderoj që na ndiqni dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe.